shtabi njësisë 11. Mirë, si jeni? Në formë? Mirë? Si jeni? Si duke? Mirë? Qa bëhet? Si jeni? Si jeni? Si jeni? Mirë? Mirë? Quna? Mirë? Duke atë pekurizi qifë. Jo, nuk do i këtë se do hape Bashkëkryetarja Menjola. Erioni është kryetari, koordinatori diasporës, Skënderi, kryetari njësisë administrative, Erion Male. Ne jemi duke punuar kryetar për angazhimi në territor dhe ndërkohë këtu kemi një pjesë të deleguarve të cilët janë të angazhuar në fakt periodikisht çdo ditë, po vim në darkë dhe bëjmë një përmbledhje të gjithë situatës ku jemi. Njësia 11 në fakt është një njësi e shtrirë e cila ka një numër të konsiderueshëm qendra votimi, ka 70 qendra votimi, ndërkohë që gjithashtu ka dhe një numër të konsiderueshëm votuesish, pra të njerëzve që kanë të drejtë vote, janë diku te 52.000 qytetarë që kanë të drejtë vote. Për të cilët, në secilën nga qendrat e votimit, ne kemi të organizuar shtabet përkatëse, të cilët dalin në terren dhe bëjnë verifikimet për të garantuar votën e Partisë Socialiste dhe për të angazhuar dhe energjizuar sa më shumë. Kemi këtu edhe strukturën e Freshit, që në fakt është angazhuar me votuesit për herë të parë. Kemi një numër prej 1450 votuesish për herë të parë, ndërkohë tani janë duke bërë të gjithë filtrat përkatës lidhur me të gjithë votuesit, ku janë ata të rinj të cilët janë përkrahës edhe votues të Partisë Socialiste. Ndërkohë që patjetër jemi duke bërë një census të votës majt, tani aktualisht që strukturat janë në territor dhe çdo darkë ndihemi koordinojmë pak punën. Ndërkohë që kemi vazhduar edhe punën për votën e diasporës, njësia 11 në fakt ka qenë angazhuar fuqimisht, ka diku te 3600 kontakte që ne kemi referuar për gjithë Shqipërinë, jo vetëm për Tiranën, dhe ndërkohë më pas na janë kthyer dhe janë votë diaspore në njësi 11 3100 votues, për cilët po bëjmë gjithashtu edhe verifikimet përkatësa. Njësisë 11 janë shtuar forcat, Erioni është në Laprake, kështu që është duke punuar fort me Albanën, edhe struktura këtu është një strukturë që është e konsoliduar, janë bashkëkryetarët edhe gjithë ekipi deleguar, që tashmë u bën vite që kontribuojnë. Objektivi është ambicios, neve kemi vendosur vetë synim që Lapraka, pra njësia 11 të dali me një rezultat më të mirë ndonjëherë, 13.500 vota për Laprakën, edhe gjithë strukturat janë të angazhuara maksimalisht. Ne ishim edhe në terren tani, sepse është e vërtet, pra puna është në terren dhe vetëm darka na mbledh në zyra. Ishim tek pjesa e institutit, Kodër Hamza, për të parë dhe për të takuar nga afër banorët, po edhe për të adresuar disa nga shqetësimet që ata kanë. Sigurisht ne jemi përgjatë gjithë kohës, nuk është se na mbledh vetëm fushata për të takuar me njerëzit, por ky është edhe momenti për të folur edhe më shumë me ta për atë që do të bëjmë, përveç se për punët e mira që kemi bërë. Struktura e Freshit këtu është një strukturë që unë fakt dua të përgëzoj, sepse edhe në krahasim me njësitë të tjera, Tahiri bën një punë shumë të mirë, Tahiri bashkë me ekipin, dhe dua ta them sepse përveç njësisë 11 punojnë edhe në njësitë të tjera, kështu që ne jemi komshi me njësinë 9, edhe Tahiri bashkë me Freshin e njësisë 9 edhe 11 janë që gjithkohës në simbiozë me njëri tjetrin. Në fakt ne Zoti Kryeministër, jemi ekip, por njëkohësisht kemi ndarë detyra. Së drejtën, pak më parë po punoja, në fakt atje mbrapa është një tjetër grup me deleguar gjithmonë ka një grup që rrinë të Laprakës vjetër, ka 2 grupe, është një grup aty mbrapa. Është një mikrocelulë. Se në fakt kur i ndajnë detyrat, sigurisht jemi më rezultativ. Aty po punonim me zonën Laprakës vjetër, që është edhe një zonë që unë e njoh, sepse kam bindë rrit aty dhe po identifikojmë çdo votë. Ne jemi besim plot në rezultatin që do marrim në zgjedhje. Sa shpejt ikën koha, unë kam njoft të tatë dhe
të tëm kur ishin të dashurum, që s'kisha ardhur akoma në jetë. Kështu jeni jeta. Shumë e bukur siç mendoj. Ishin shumë të dashurum ata. Ashtu janë akoma. Tani unë nuk di si janë, nuk di si ishin. Ashtu janë ashtu. Ti ke motor vlla? Kam një vlla më të vogël, po. Më të vogël. Pak më vogël, është 30 vjeç. Edhe ai këtu është, në 11, edhe ai është me ne. Janë shumë Me ne që kemi. Jo, me ne si punë. puna. S'patum nga dëmë me vetë, ne si kemi punë. Jo, me ne në lëvizje, në terren. Ne kemi shumë të prekshëm terreni në fakt, sepse e dim që aty është forca jonë tek banorët. Edhe kemi qetë në shtedjen, aty kemi qetë edhe ndonjë lloj kërkesa për partnerësi të vogël në një grup tjetër të ngjojmë edhe të përpiqemi maksimalisht të gjendemi pranë dhe të kuptojmë realisht situatën, kështu që jemi shumë të mirë organizuar në këtë. Po ti e debutet me dy... E di edhe kam shumë... Ke me dy koka ti Shqiponjën. E kam shumë të qartë edhe... Se të kemi për Laprakën, kemi dhe për Tropojën ty ne. Kam shumë të qartë dhe komunitetin fakt këtu i Tropojës është... Jo le komunitetin këtu, ma atje. Di. Të kemi dhe për Tropojën atje. Unë isha në fakt atje zë kryeministër, isha dhe... Do të shkosh prapë? Do të shkoj prapë. Do të shkosh prapë? Patjetër, është pjesë e imja e pa mohueshme, pa diskutueshme. Jam krenar biles. Po Sila, po këtë punë është, bëj punë të mirë. Po përpiqemi duke takuar njerëzit derë në derë, me gjithë strukturat, sidomos unë jam përqendruar në KDK-mës. Po diasporën si i keni ato të lëna? Kush koordinon Skënderi. Mirë, shumë të mirë. Sa, si? Tani jemi në fazën e si themi të informimit për mënyrën se si duhet More, sa keni në diasporë? Sa keni? 1600 objektive. brenda njësisë nga referimet tona që kemi bërë, sepse pjesa dërmuese ka qenë jashtë njësisë tonë, pse jo dhe jashtë qytetit Tiranës. Nga referimet e strukturave tona janë 1001 që rezultojnë të regjistruara antarë. Këto dy dhomat, kjo është me xham, është transparente. Këto dy dhomat që duhen kështu janë celula këtu mbrapa. Janë shumë interesante se duken. Unë isha pak më parë aty, tani do kaloj prapë aty se shohim detajet gjitha këto edhe me. Si të duket ty po, se ty të kam unë tu. Sa tjerët janë, pushega, ku jem? Bashkun e kemi Po ku jem, ku jem? kur eksperienca bashkohet me energji. Respekt për Pashkun, se Pashku vjen gjithmonë e këshilla shumë të vetshme. Kur kemi filluar me Pashkun, i kishim gjithë flokët zeza, shi jemi bosot. Po ti të pak të ke flok. Bada po i keca ka çurrela. Ky si duhet të si janë, mirë janë punët tu. Të gjithë punojmë do të kemi. Ama mos u bota shi kështu me të gjithë punojnë. Si duhet, tamam. Nga 1 deri 10, çfarë note i ve punës ti sot që flasis? Një tani 10 i vendos, se ke alsi do të thonë ta mrapa pëse s'na vure 10. Ti po punon, ha? Ti e zënë, ha? Si që fakt, Po çfarë po bën atë? si një bërë gjithmonë të zyrës kryeministër është më aktivja këtu. Në fakt, edhe mban të lidhur të gjithë me informacion korale se cili nga këta përplaset e sindit. Çfarë bën korale ti? momentalisht edhe duke marrë me referencat personale të gjithë secilit, instrumentet e deleguarit, bashkëtarët, kryetarët e OSB dhe antarësia. Po ti nga jeti? Pironce? Po këtu në çdo këtu njësi në një mërjetë? Linja rritë, këtu ka. Në zonë e Dëmboskës. Kemi vetarë, përse jemi gjithë Pironca. Po unë bane e pyta pra, po... Ka më duk si vajtësore, se... Fakt njësia kryetar ka në përbërje të saj banon nga gjithë Shqipëria. Është një nga ato njësi, do thoya ku e gjen veten gjithkush, ka komunitet si nga veriu si nga jugu, edhe është shumë e rëndësishme që ne të jemi kësaj radhe si gjithmonë bashkuar gjithmonë më shumë, sepse është njëkohësisht e rëndësishme që të shohim atë për të cilën ka nevojë komuniteti
vetëm duke pas edhe në pjesë të ekipit njerëz nga gjitha krajinat, kemi arritë që të hyjmë kudo edhe të na mirëpresin. Po ti nga jeti? Bashkë me punën, punën paka shumë dhe dhënë edhe për komunitetin Lurian, se qohën ca futballit dalin protest për rrugën e Lurës. Po që po qëmë rrugën Lurë për të shi? Rrugën e Lurës për buon, kanë që ka dibra... Po qëmë rrugën të shi Lurë dhe që gjithë rrugët qajnë Lurë. Që të bëjmë më të shi? Po që qërën të të diqëm? Ne, po, jam ca... Jam bushin e në... Dalin, Po qëmë për rrugën? dhe ishe siguria. Po as nuk ja rrok të mene e ju të bëjë e rrugë. Se me ndohë Po, bëjnë po bëjët rrugë, edhe një qëtë du në ta. Që të bëjmë, se që bëjët opozita, duke thonë s'ka rrugë, kur ka rrugë, s'po bëjët rruga, kur po bëjët rruga, s'po punohet, kur punohet. Që bëjët opozita. Kita malë. Po ata janë në lura, nuk janë qua dhe për i bodhjit. Qoka, dhe një ata janë në lura, njërës të bënë që... Mjeditor. Po që pytë për mjeditor janë vetëm, se kam originën e një pjesë. E seriosisht. Mjeditorët t'javin ujnë bishluës, janë kanë mëjtë e frejju. Në flasin për qërë. Nata me ditën. Është për ata bashkëpatriotët e mi, atje që është për të vlerësu pa fund, se është një iniciativë që as ishte menu dhe i vonë, edhe mendoj që ta gjenë vetën shumë. Shiko, nuk është puna ishte menu, si ishte menu, po tani ka ardhë koha sepse tani ju ka lind, tani e kanë kuptu këtë pjesë se ishin shumë skeptik, je për da shkojmë ne atje, je për da investojmë ne atje, je për s'bëhet atje, je për atje. Tani e shohin që po bëhen, tani e shohin që ata që po investojnë në agroturizëm në fshatra po bëjnë sukses. Disa nga ata ishin, thoshin s'ka problem, duan mas ulje tarifat dhe taksat, vetëm të marrim shtëpitë e gjyshëve dhe të investojmë. Po për rregull, po mirë, tani e thon, po nuk e thoshin përpara. Goxha të bindur tani. Nuk e thoshin përpara. Tani do të thonë se i ka ardhur ajo gjë, tani do të shumë mirë do bëhet. Por kjo pjesa atje, po them në ty, për rrugë Arbër, çka ka majtas djathtas, do shumë shpejt do bëhet e pa afrueshme për çmimin. Do t'i rritet çmimi do të shkojë kështu. Do shkojë kështu për ta. Ajo do bëhet zona ku në të ardhmen do spostohet pjesa më e kamur e Tiranës. Atje do shkojë. 45 minuta shkojnë një. More po të them ajo që di për ajo tani do bëhet pjesë do ta bashkoj realisht Dibrën me Tiranën do jetë një. Edhe aty do bëhen investimet më të forta. Dhe unas, dhe kjo librar. Kush do bëj investim atje tani, do t'i rritet vlera 5 fish brenda pak vitesh. Në momentin që ne hymë BE, gjithë që ka edhe laprakës, gjithë i rritet se gjithë i është rritë. Po atje do jetë super lura, do jetë super. Se është e bashkëduar akoma dhe në bujtina. Do jetë super. Po nuk të kupë, do shkoj rruga pra. Sa shkoj rruga në gjithë më Atje edhe më shkoj rruga dhe që është zhvillim. Do shkoj rruga do bëhen. Puna është bëhen bukur, bëhen në cilësi. Po kjo pjesa e rrugës Arbit këtej, kjo do jetë edhe pjesa e Mirditës andaj. Do jetë kryevepër. Po është bëhet rruga Librashit dhe ajo ka peizazhe fantastike. Dhe është një dështu, ishte një dështu. Po e ma hapet për pak. Bërë një rrugat i Berat, s'ka në Berat. Kemi bërë, kemi bërë. Ta shi po të kemi problema rrugët e Balabanit që është gjitha e rrugët bu. Në ajo zonë jam më edhe njështë të shikë të kejtë vetëm të thamë. Po dhe jesë po kushanë. Që se me qenë se u bërë puna. Jo, të bëjmë komani një. Ajo e komani është domosdoshme. Ajo është domosdoshme dhe aty do bëhet zhvillim turistik i mrekullueshëm. Është bëhet thefi, si me qenë zonë në Zvicër, me kërkesë. Dhe thefi është i mahnitshëm, nuk diskutohet, por të gjitha pikat e Shqipërisë kanë bukurinë e vet dhe kudo mund të bëhet një thef në kuptimin e atraksionit, kudo, nuk ka kudo. Dhe mira e kësaj pune është që ti investon në një fund botës e të vinë atje e sjell tregun ke dera shtëpisë. Nuk është puna se shkon atje dhe do mbjellësh
edhe s'di ku t'i qosh se duhet me nxjerrë në treg, s'ke treg do ikësh poshtë, jo karburant, ti ndërton atje, ndjell atje, vjel atje, rrit bakti atje, edhe jeton në mes të mrekullisë dhe vetë, edhe historia kështu do shkoj tani, ne ndërkohë punoj sa doni ju, bëri sa doni ju, drejt e drejt, ata do thonë, ja si mblidhen, ja si bëjnë këtu, patronazhistët. Ja i patë, se nuk ishte rastisht, se shkonte çdo natë, e kemi provat, këto do kthehen në prova, do na i çojnë lart e poshtë, ja ku janë, mblidheshin natën, shkonin atje, shifnin, merrnin raportime, qa ha filani, qa pi filani, me kë foli filania, kush i foli filanit. Edhe ne që më fort. Do ta përballojmë. Jo, Ne këtu na ka. Si janë 10 është më motivuar se kur kryetar, sepse kemi 2 deputet që janë të 2 nga Lapraka, një nga Lapraka Vjetër, njëse nga zona Dombosës. Sekretare, si s'po flet fare. Dëgjojmë fakt. Dëgjojmë, po mbledh. Bugi Luli, ka në i votë të mu? Kemi gjithë personishe dhe si Luli, ka në i votë? Ka që për kundin të dipi. Si janë gjumë ato. Ka në kandidat mirë? Ka Ka në kandidat mirë, Luli? Kandidat? Zyren e ka, po kandidata ka. Ka një i mirë. Si kemi një gjugje, akoma s'kemi një. Nuk e di saktë një saktë. Po të pronarë të dyqanit të. Ja, i ka dhënë, ka po deputet pronarin për t'i marrë zyren, është i mamë shumë. O, Luli, për çfarë? Jo, më u ngrit në një moment, po ka ra prapë se vetëm i ngel menja me i vend, gër, nuk di. Edhe ka frikë shumë nga bufi, ka frikë bufin. E ka frikë bufin, nuk e sulmon, e ke pa? Doktori, jo shoku, jo doktori. Qa doktori? Letë zërin, kërë. Po edhe ka frikë, E ka frikë bufin, e shkuri bufin, e si shkuri, si dhëmë qumshi. E nëzori jashtë i dhëmë qumshi. Në regull, ju falenderoj shumë. Një me ranë ka mu. Ato mini celulën time të duhet që ta përshëndesh, se janë aty zonja që... Më dojnë ato të zonja, është jagu. Asaj pasë një ratë e keqë. Si këtu janë të zonës Laprakës vjetë. Tu janë më të mirë. Tu janë më të mirë. Njëri hatëri qikë që nuk gajnë të në falë. Tu ishte grupi që ishte në punëqmarë dhe tani vazhdojmë këtu në pjesën e Laprakës vjetër shkë. Shumë faleminderit. Po shihim mas në pashë. Trapojane. Je Luanesh. Celula, mirë, mos t'ju dekonspirojmë. Mirë. Mirë, po këtu e zhvillohet e... Ne mjafton të kemi mjetet dhe nevojshme. Në nga e se vete, këtu bëhet, më rrëdhë.